Për sa i përket Muçit, Muçi është një lojtar të cilin unë e shoh si sulmues. Përveç faktit që ai luan në pozicionin si sulmues krahu, po ashtu edhe si trequartist, por në fush ai është një lojtar i cili shënon, e gjen portën, ka tipare ofensive, më pak tipare defensive, ndërkohë për sa i përket Mehmetit është një lojtar të cilin e kemi sjell ne në skuadër 3 vite më përpara, dhe është një lojtar që gjatë këtyre viteve është rritur, është përmirësuar shumë në aspektin fizik dhe taktik, ndërkohë unë e shikoj si lojtar si sulmues krau. Pavarësisht se tek ekipi i tij Ipswich Town ai luan edhe rolin e trequartistit, por specifikisht është sulmues krau, njësoj siç e thash edhe më parë, Muçin e shikoj më tepër si sulmues. Të dy janë lojtarë të cilët e gjejnë portën, janë lojtarë të cilët shënojnë, dhe në rastet kur ti nuk ke sulmues pyk të mirëfillt numër 9, duhet të përshtatesh dhe të gjesh lojtarë të cilët mund të shënojnë. Sulmuesi që në fakt ka lojtarë që ka shënuar më shumë gola në këto 3 vite me kombëtarën, është Nedim Bajrami, i cili ka shënuar 7 gola, edhe pse nuk është lojtari tipik pyk, po ashtu më pas tij vjen Yasir Hasani me 6 gola, Christian Aslani me 4 gola, pra praktikisht nuk jo domosdoshmërisht duhet një lojtar tipik numër 9 si Manaj, por ka dhe opsione të tjera, siç në këtë rast mund të jetë Mehmeti, mund të jetë Uzuni, mund të jetë Nedim Bajrami.